Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani arra, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës dhe trurit tuaj. Arrat janë një frut të cilët duhet të shtohen me patjetër në dietën tuaj pasi ndihmojnë në kundër anemisë, impotencës, problemeve të gjendrës tiroide, ulcërës së lukthit, problemeve të kujtesës dhe të zemrës. Arrat janë një burim i vërtet i shëndetit, plot me antioksidantë dhe lëndë të mira ushqyese. Nëse ky frut ushqyes mund të bëhet specialitet i kuzhinës suaj, atëherë do të arrini të merrni edhe disa nga vlerat më të mira të tij. Arrat me mjalt janë në një shërim gjithashtu kundër problemeve të impotencës dhe mund të jenë një zgjidhje përkatëse për shëndetin tuaj. Arrat janë një afrodiziak natyror, i cili meqense përmban vitaminën B1, vitaminën B2, organizmi t'japin energji dhe elementë vital të cilat janë të rëndësishëm për zhvillimin e gjëndrave. Janë të pasura me zink, të cilat janë të rëndësishme për aktivitetet tuaja në punën e prostatës. Në kombinim me mjaltin, veprimi i arrave mund të shtojë përfitimet në trupin tuaj. Arrat gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të gjithë ata persona që kanë probleme me anemin. Qumshti i arrave është një produkt i cili mund të ofrojë shumë përfitime për stomakun tuaj. Për përgatitjen e qumshtit përvloni 20 gram arra të bluara në 250 ml ujë. E tundni mirë e kulloni dhe konsumoni atë vazhdimisht bashkë me arrat për të përmirësuar punën e stomakut. Arrat janë të mira edhe kundër problemeve të gjendrës së tiroides. Arrat e reja të gjelbra janë të pasur me element kryesor që përmirësojnë hormonet e tiroides me jod dhe tirozin. Këto preparate janë gjithashtu mjaft popullore në shëndetin tuaj dhe përfshirja e tyre në dietën e përgjithshme mund të jetë një ndikim pozitiv në mbrojtje të organizmit. Arrat kanë dy fishin antioksidantëve në krahasim me të gjitha arrorët e tjerë dhe çlirojnë organizmin nga radikalet e lira të cilat dëmtojnë qelizat dhe shkaktojnë shumë sëmundje. Sipas ekspertëve, arrorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore, vitamina dhe proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit nuk i konsumojnë ato mjaftueshëm. Sipas studimit, të cilit i referohemi sipas WebMed, doli në përfundim se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra në ditë. Sipas të dhënave, konsumi i arrorëve parandalon sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe parandalon radikalet e lira. Në veçanti, ngrënia 8 arrave në ditë ju mbron nga problemet e zemrës, ndaj ato konsiderohen si ndër ushqimet më të shëndetshme për trupin e njeriut. Përveç të pasura me antioksidant, arrat përmbajnë fibër, protein, vitamina dhe minerale esenciale. Shëndeti mendor do të përmirësohet fal antioksidantëve të arrave. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor për trurin. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arrorëve të ndryshëm. Nga të dhënat, autorët e studimit zbuluan se arrat ishin më të pasur se kikirikët, bajamet, fistikët dhe arrorët e tjerë. Sipas tyre, antioksidantët që gjenden te arrat janë 15 herë më të fuqishëm se vitamina E. Njerëzit i shmangin arrat me idenë se ato përmbajnë yndyra, por këto të fundit janë poli të pangopura dhe mono të pangopura, të cilat mbrojnë enët e gjakut. Shkencëtarët amerikanë shpjeguan se mjaftojnë 8 arra në ditë për të marrë përfitimet maksimale. Sipas tyre, duke ngrënë 8 arra para buke, njeriu do të mbasë peshën e tepërt, sepse arrat nxisin ndjesinë e ngopjes afatgjatë. Duke konsumuar 8 arra çdo ditë me stomakun bosh, pra para ngrënjes, njeriu do të përfitojë proteinë dhe mineralet e nevojshme. Arrat janë të pasur me kalium, magnez, fosfor, hekur, vitaminën C dhe B, të cilat e ndihmojnë organizmin të jetë më i shëndetshëm dhe t'i bëjë ballë një sër komplikacionesh. Përfshirja e arrave në dietën tuaj të përgjithshme duhet të jetë gjithashtu një zgjidhje me përfitime efektive, dhe konsumi i tyre mund të ndikojë edhe në shëndetin tuaj. Arrat janë ndër arrorët më efektiv për shëndetin e njeriut dhe duhet të jenë pjesë e recetave tuaja të përditshme. Duke ditur vlerat që do t'i ofrojnë organizmin, do të bëjnë gjithashtu një ndryshim pozitiv në mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj dhe ekspertët sugjerojnë konsumin e të paktën 8 kokra arra çdo ditë për të marrë vlerat e tyre. Arrat njihen kryesisht për rëndësinë e tyre edhe në shëndetin mendor, duke ndikuar pozitivisht në këto aspekte të tij. Forma e tyre e ngjashme me atë të trurit tregon një lidhje të ngushtë që ato kanë në shëndetin tuaj.
Jo më kot, konsumi i rregullt i arave do të forcojë gjithashtu kujtesen, shëndetin në përçimin e sinjaleve nervore. Nëse arrat janë ndër arorët tuaj të preferuar, zbuloni përfitimet më të mëdha që do t'i ofrojnë shëndetit tuaj sipas Brightside. Arrat janë të mira për shëndetin e stomakut. Mirëmbajtja e shëndetshme e stomakut dhe aparatit tretës në përgjithësi është hapi më i mirë që mund të ndërmarrë organizmi. Mikrobioma e stomakut ka nevojë për probiotik dhe probiotikët për të ruajtur balancet e bakterieve të mira dhe të këqija. Ekspertët thonë se arrat shërbejnë si probiotik dhe rrisin volumin e bakterieve të mira në stomak. Ngrënia e rregullt të arrave parandalon inflamacionin, ishemin dhe problemet të zorës së trashë. Arrat janë një produkt shumë i mirë edhe për personat që duan të bien nga pesha. Arrat përmbajnë kalori dhe megjithatë janë të pasura me fiber, të cilat ju mban të ngopur për më gjatë dhe përshpejtojnë gjithashtu metabolizmin tuaj. Studimet thonë se arrat janë ideale për të rënë nga pesha nëse konsumohen me maturi. Ato përshpejtojnë djegjen e yndyrave dhjamore, frenojnë oreksin duke u mbajtur më të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore. Arrat janë fruti ideal për shëndetin më të mirë të trurit dhe duhet të jenë pjesë e recetave tuaja të përgjithshme. Siç e thamë edhe më herët, arrat konsiderohen si një nga ushqimet më të mira për shëndetin e trurit dhe si të tilla ato duhet të jenë pjesë më e mirë e rezistencës tuaj ushqyese, duke ndikuar kështu pozitivisht në mbrojtjen e organizmit dhe në përfitimet më të mira të trupit tuaj. Konsumi i 10 arrave në ditë mund të përmirësojë aftësinë reaguese të trurit në përpunimin e informacionit dhe kujtesës dhe përqendrimit, duke qenë se ato janë të pasura edhe me antioksidantë, acide yndyrore, polo të pangopura dhe substanca që luftojnë inflamacionin. Ekspertët thonë se duhet të konsumoni çdo ditë në të mirë të trurit tuaj këtë frutë arror. Ato ngadalësojnë dhe pengojnë plakjen e parakohshme të trurit dhe ulin rrezikun e sëmundjeve nervore në fazën e mëvonshme të jetës. Përfshirja e tyre në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur performancën ushqyese. Arrat janë ndër frutat më të shëndetshëm për shëndetin e njeriut. Mjekët rekomandojnë që ato mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë e trupit tuaj në parandalimin e problemeve dhe komplikacioneve të ndryshme. Arrat janë ushqimi ideal për shëndetin e trurit. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden me shumicë të arrat zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe procese të tjera. Arrat janë një produkt shumë i mirë për personat që vuajnë nga depresioni. Arrat përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3, lektinë dhe yndyra të shëndetshme. Me ndikimin e tyre pozitiv do të ndikojnë edhe në rritjen e vlerave të trupit. Arrat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folat dhe tiamin. Gjithashtu arrat përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës E, mangan, magnez, fosfor dhe hekur, të cilët e pasurojnë trupin me elemente ushqyes. Omega 3 dhe omega 6 janë dy acide yndyrore që nevojiten trupit dhe rritjen e qelizave, për imunitetin, gjakun dhe parandalimin e komplikacioneve. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arrat, falë prezencës së acideve yndyrore omega 3, ulin kolesterolin e keq. Arrat janë një ushqim shumë i rëndësishëm edhe për flokun tuaj. Vaji i arrave përmban biotin ose vitaminën B7, kalium, omega 3, 6 dhe 9. Këto element forcojnë folikulat e flokut, evitojnë rënien dhe trajtojnë zbogthin. Arra ka veti kundër mykut dhe mban larg infeksionet. Arrat janë një ushqim i shëndetshëm për lëkurën tuaj. Vaji i arrave është gjithashtu një produkt shumë i rëndësishëm. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror që gjendet te arrat, ndihmon në luftimin e radikaleve të lira si pasojë e stresit. Arrat janë një produkt shumë i mirë edhe për personat që vuajnë nga diabeti. Studimet e fundit kanë treguar se një grusht me arra në ditë do të reduktojë me 30% prekjen nga diabeti tipi 2 te gratë, citon Health9. Arrat përmbajnë proteina dhe fibra që ndihmojnë për një dietë të shëndetshme. Ato janë të mira për shëndetin e kockave dhe për tretjen, madje janë ideale edhe për personat që kanë probleme me pagjumësi. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.